Ndërkohë opozita thot atë që po e thoni jo, pas takimit edhe Lumir Abdigjiku nga LDK edhe membri Krasniqi nga PDK thanë që nuk pati marrëveshje për shkak që kryeministri Kurti po vazhdon me çastin e tij bllokuese. Po nxitimi i tyre, ngotia për me dalë tek mediat me thonë që nuk pat ndryshim qëndrimeve, kene parasysh për vu theksin tek përshkrimi edhe tek situata e subjekti ynë parlamentar, këtë rast edhe kryetari i lëvizjes, njëherët me mandatin që e ka aktualisht edhe në qeveri, si kryeministër, nuk guxoj të bëj asnjë situatë të pa parashikuar dhe të pa përcaktuar me kushtetuar. Secilën situatë ku qoftë mandatari apo kushdo tjetër ndryshon një rregull, për të është edhe praktik, është një tentim ndryshimi të situatës me qëllimet e tjera. Në qëndrimit që e ka marrë subjekti ynë, prej ditës së certifikimit rezultateve të zgjedhjeve dhe praktika përvojat e drejtashme, është që subjekti fitus e propozon kandidatin për kryetar të kuvendit. Në këtë rast, subjektet e tjera as nuk e kanë obligim e as nuk e kanë mundësi me propozu. Mirë po e kanë obligim, këtu i referohen edhe interpretimit të gjykatës kushtetuese, ku metodat janë opcionale, ndërsa votimi është obligim. Po ata morën pjesë në votim të hapur? Nuk votuan. Nuk votuan pro propozimit subjektit, që do të thotë e fillun barikadimin. E fillun bojkotin... Është drejt atyre të votojnë pro apo kundër? Ata u shprehën qysh nga fillimi që janë kundër emrit të Albelina Haxhiut. Po, në qëndrimin në justifikimin që kanë përdorur kundër Albelina Haxhiut ka qenë në përpjekjen dhe pengesën për të kriju momentumin që të vihet e votimi i qeverisë. Do të thotë ata me përpjekjet për me ndërprej Albelinën si propozim, si emër, për të nuk kanë të drejtë. Prap subjekti unë beson dhe angazhohet për me konstituu kuvendin përmes të drejta dhe obligimeve kushtetuese. Jo përmes mënyrës së bojkotit ose interesave ose ambicieve të subjekteve cilat do qofshin. Këtë rastin opozitare, se në të kundërtën do të kishin rolin tjetër. Të kaluarën kur ata kanë propozu, edhe nëse se ka pa më një preashtim që mundna me marrë një situatë ku ka një interpretim të kohës atëhershme, prap një organi, një autoritetit që është legjitim, që është gjykata kushtetuese, në rastin ku ka qenë Vllani, për theksoj këtë çështje, në interpretimin që i ka bërë, të drejtën që e ka subjektit të parë, në kohën ku ka qenë Vllani, LDK-ja, në këtë interpretim është referuar dhe ka ndryshuar qëndrim, ka ndryshuar krah. Do të thotë, kjo është një shembull konkret që ku ka pas interpretim një subjekt, këtë rast referon LDK-s, nëse ka pas një përvojë atëherë të dikushme me PDK-n, është detyruar me shku, do duhet të shqyrton të mundësinë aktualisht, që të referohet një shembulli ose një përvojë të vetë subjektit dhe situatës pakashëm të njëjtë. Ky është edhe obligimi i secili subjekt. Nëse pra ju mendoni që çastin duhet ta ndryshojë vetëm opozita dhe jo. Kushdo që bojkoton dhe pengon konstituimin e kuvendit. Mund të ketë në individ nga radhat tona, në të ardhmen, ose në kaluarën ka mund të jetë dikush, mirë po pengesë nuk duhet bëj, sepse interpretimi se obligimi që duhet votohen është obligim, është detyrim. Por edhe mund të ndryshohet emri. Nëse kemi arritur në këtë blokad kaq të madhe, 4 muaj të shndrojmë pa institucione, mund edhe të ndryshohet emri, sepse tek e fundit është posti i kryeparlamentarit, nuk është aq shumë i rëndësishëm po themi që të mbetemi 4 muaj pa institucione. Nuk janë bë 4 muaj dhe ka pas situata, veç lutem, ka pas situata ku ka qenë më gjatë procesi. Këtu të kalojmë në mendimin ose në qëndrimin e mund. Fjala mund është mundësi, por nuk është detyrim. Në përpjekjen e opozitës që mund të detyroj subjektin fitues të zgjedhjeve, nuk është praktik, nuk është demokraci. Kosova është vend parlamentar, është vend demokratik dhe duke qenë vend parlamentar, këto qëndrime dhe këto vendime janë të garantuara me kushtetut. Në rastin kur subjekti fitues, vullneti i qytetarëve, përmes procesit zgjedhor, përmes certifikimit rezultatit, ardha e këtij rezultati me këtë akt përfundimtar të KQZ-s, përmes presidencës, kuptohet, e detyron kuvendin të konstituohet. Dhe akti i konstituimit është akt ceremonial, prandaj është kategori kushtetuese konstituimi. Ndërsa aktet tjera, mënyrat tjera janë edhe me ligj të rregulluara. Po konstituimi është akti i detyrueshëm i një prezence që rrjedhimisht vjen si produkt si rezultat i zgjedhjeve. Nëse kanë pas subjektet e tilla parlamentare, kontest mbi rezultatin,
do duhet të ndalin në shkrimin dhe certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. E theksoj, jemi vend parlamentar dhe jo as monarki e as format e tjera të qeverisjes. Duke qenë vend parlamentar, kemi obligim secili deputet që ka marrë mandat, e këtu periferon edhe interpretimit, edhe mësme lexu, decidivisht të thotë është detyrim për me votu. Prandaj secili prej nesh, është edhe detyrim i partisë së parë që të ketë më shumë bashkëpunim me partitë e tjera. Mirë, bashkëpunimi, të lutem, shumë është me rëndësi për mua me thonë këto se jo prethojnë mjaftueshëm të tjerë sa përket subjekteve tjera. Bashkëpunimi ka të bëjë me organizimin e seancës, me prezencën, me quorumin minimal që është gjatë një vota, po jo me kandidatin, se eksplicit është e shkruar, e gërmëzuar që mandatari për kryetar të komitet i takon subjektit. Kur çdo që thotë mund, këtë mund në ta bëjë të mundshme kur është fituesi i zgjedhjeve. Jo kur fituesit ja detyron këtë, të paktën nëse çujmë edhe nëse kanë mendimin e mirë, kanë qëllimin në procedurën e kanë të keq. Me dështu zgjedhja e kryetarit të kuvendit, rrjedhimisht me dështu një qeverisje. Votat e tek qytetarët janë marrë për një qeverisje, jo për kuvend. Po përmes deputetëve, po për një mandat qeverisës. Mandati i kuvendit është detyrimisht i përcaktuar dhe i normuar. Nuk mund deputeti me thonë jam vot deputet dhe nuk votoj.